Nga të ardhurat e siguruara nga shtëpiza rinore, të rinjtë e ACT from Shkodra ndërmorën një gest domethënë solidariteti, duke ardhur në ndihmë të një nëne në vështirësi të thellë ekonomike me 2 fëmijë të mitur në fshatin Dragoç të Postribës. Çdo ditë në shtëpizën rinore ishte për këtë moment. Të ardhurat e mbledhura shkojnë për këtë familje në nevojë. Kjo është rinia që vepron. Gjatë muajit dhjetor ne përgatitëm produkte të ëmbla dhe produkte të kripura, të cilat i shitëm pranë shtëpisës rinore dhe qytetarët patën mundësi që t'i blejnë ato dhe të kontribuojnë sadopak për këtë familje në nevojë që ne shumën që mbledhëm e dorëzuam sot. Për një muaj rresht, të rinjtë e ACT for Shkodra kontribuonin në shtëpizën rinore duke munduar për me mbledh çdo ditë më shumë fonde. Dhe këto fonde ne vendosëm që sot i çojmë në një familje në nevojë, pikërisht në zonën e Postribës. Ja, në momente të tilla që e bajnë punën tonë rinore edhe gjithmonë personalisht në bajnë për me kujtu se sa bukur rinia, edhe janë këto momente të cilat në një farë mënyrë neve na shpërblejnë gjithë punën tonë. Ftojmë të tanë të rinjtë të Shkodrës që të kontribuojnë sa më shumë në aktivitete të tilla, mënyrë që të tanë të ndihmojmë njëri tjetrin. Për një Shkodër më të mirë dhe për një rini gjithmonë edhe më të bashkuar. Ky gest human shoqërohet me mbështetje institucionale konkrete. Bashkia e Shkodër ka rifutur familjen në skemën e ndihmës ekonomike, ka përfshirë fëmijët në programin social dhe në bashkëpunim me donatorët dhe organizata partnere, po punon për të garantuar ndihmë të mëtejshme për përmirësimin e kushteve të banimit. Një shembull i qartë bashkëpunimi mes të rinjve, institucioneve dhe partnerëve social, që dëshmon se solidariteti merr vlerë të plotë, ku shoqërohet me veprime të qëndrueshme dhe zgjidhje afatgjata.